Vazhdim të nderuar shikues, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë, që është forcimi i besimit, pjesëmarrjes dhe koezionit social në Kosovë. Në një kohë kur bashkëpunimi dhe mirëkuptimi mes komuniteteve janë thelbësore, diskutimet e tilla pastaj marrin një rëndësi të veçantë. Në studio kemi të ftuar Diana Lekaj, bashkëthemeluese e EduTax, ku do të flasim për forcimin e besimit, pjesëmarrjes dhe koezionit social në Kosovë, për konferencën e cila do të organizohet pikrisht me këtë temë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirë se u gjitha. Knaçi që flasim sigurisht edhe i mësojmë edhe disa detaje të tjera nga kjo konferencë organizohet pra nesër, duke filluar nga ora 9 dhe i keni disa panele, disa mysafirë që vinë, sigurisht janë edhe vendor, por vinë edhe nga vendet e regionit me diskutu mbi këto tema që i përmendi Flanza, por sa që diskutohet për temat të tilla, sidomos në Ballkan, ka shumë tema, ka shumë si më specifika, edhe ka shumë ndjeshmëri. Por kjo s'do të thonë që duhet me lënë anosh apo jo? Absolutisht. Përkundrazi. Kjo është edhe arsyeja pse keni vendosur. Po pra, kjo është edhe arsyeja realisht pse kemi vendosur. Fillimisht na më dhoni fal backgroundi se çu kemi ardhur deri te konferenca. Janë tema të ndjeshme, koezioni social, sidomos kur flitet për komunitete të ndryshme me perspektiva të ndryshme. Mirë, po kjo nuk do të thotë që ne qoftë si akademi, qoftë si shoqëni civile, qoftë si qytetarë të rëndëm, që nuk duhet të punojmë të i sjellim pra komunitetet të ndryshme bashkë, qoftë në konferenca, qoftë në projektin, dhe të cilën ne e kemi fillu 3 vite me parë, dhe i cili quhet gjithashtu e ardhmja koezive, pra ndërtimi ose forcimi i komuniteteve me bë më reziliente për bashkëpunim ndërmjet dhe ndërfetar. Pra, projekti ka fillu qysh para 3 viteve, edhe menaxhohet ose koordinohet nga 3 organizata, që është EduTax-ku, njëra prej tyre, Syri dhe OJQ Aktiv që ndodhet në pjesën veriore të Mitrovicës, pra në pjesën veriore të vendit. Projekti financohet prej GSIRF, po Global Community Engagement Resilience Funds, dhe operon në 7 komuna të Kosovës. Pra, operon në Mitrovicë të Jugut dhe të Veriut, në Pej, Vitomiric, Gorazhdevc dhe në komunën e Vitis. Pra, nëse po e kuptoni është që është gjithë disa komuna që janë të larmishme. Pra, gjatë krejt kësaj periudhe na kemi punu të kohën me komunitete, qoftë shqiptare, qoftë serbe, po edhe me komunitete tjera pakic. Dhe qysh kemi punu në mënyrë të dialogjeve, në mënyrë të trajnimeve, ndonjëherë në veçma, ndonjëherë të përbashkëta. Kemi punu me trit, me gratë, kemi bërë takime të ndryshme, tema të ndryshme dhe diskutime të ndryshme tematike, shpeshherë me komunitetet shqiptare dhe pastaj bashkë. Pra i kemi sjell komunitetet të ndryshme, sidomos me një tavolinë, me një tavolinë dhe kemi diskutu tema me cilat përballohen ose sfidojnë të dy komunitetet, edhe kemi punu me lider fetar, është vlen veç më të sekë se liderët fetar prej religionit katolik dhe musliman gjithmonë janë përgjigj më lehtë se liderët ortodoks. Ata e kanë pas pak më të vështirë pra me pranu me dalë në publik. Edhe përveç kësaj kemi bërë iniciativa, kemi dhënë grante të vogla, kemi bërë takime dhe forume ndërkombëtare e tjera. E pra nesër, përveç që kemi prezantuar këto rezultate, ne kemi vendosur edhe me full hap të azin, në panelet të ndryshme, me pjesëmarrës të ndryshëm, qoftë nga Kosova, qoftë nga Serbia. Po cilat do t'jenë temat e paneleve? Përmendë që janë gjithsej 4 panele. Paneli parë ka më diskutuar realisht, na kemi me fol për, kemi sjell kryetarët e komunave në panel, dhe kemi me fol me kryetarët e komunave se çfarë strategji, çfarë plan veprimi ata kanë për me fuqizu koezionin social, çu kanë me punu me rini, çu kanë me punu me gratë, çu kanë me ndërtu besimin me qytetarët. Pra kjo është paneli parë. Paneli dytë ka me përmbaj prej liderëve fetar, të cilët kanë me tregu përvojat e veta, traditat fetare, që i kanë dhe qysh ata e predikojnë fenë, ose qysh ata e promovojnë paqen me pjesëmarrësit e vetë në rritjet e tyre fetare. Paneli i tretë është me akademik dhe praktikues prej Serbisë dhe prej vendit, dhe paneli i fundit ka me qenë ku kemi diskutu realisht praktikat e dialogjeve, qysh kemi bën në praktik
qoftë në Kosovë, qoftë në vendet tjera në Serbi. Pra në bazë të asaj që keni po edhe në teren, apo jo? Mirë, po më interesant, Diana, realisht që keni po në teren, sepse interesante ideja që me sjellë aktorët në një turizm dhe me diskutu mbi problemet me cilat ata ballafaqohen, problemet e jetës së përditshme. Po ku i keni pasur me sfidat, problemet, pengesat për një jetë sa më normale brenda aty në komunave ose lokaliteteve? Na sa kemi për shembull dialogje përbashkëta qoftë me komunitetin shqiptar, qoftë me komunitetin serbesh, po ju tregoj për praktikës dialogjet të cilat vetë i kam observu. Natyrisht që fillimisht ata e kanë atë, si me thonë, atë narrativin edhe paragjykimin e ndërtuar që mungon ky besimi, sidomos për jonës serbe në institucionet tona dhe kanë atë perceptimet që i kanë pa pak më herët ose që i kanë kriju pak më herët. Kur fillojmë pastaj me tema, sfida, të cilat i prekin shoqëritë. Pra, e mendojmë që, ose kuptojmë që të dy shoqëritë, të dy komunitetet, përballen me sfidat njëjta. Pra, ata përballen për shembull me mungesa bazike si të mundësive ekonomike. Pra, sfidat i preken në lëkurë të njëjtë të dy komunitetet, përballen me sfida të njëjta bazikët në infrastrukturës, si me thonë, zbrazen shatrat për i trive, qoftë serbe, qoftë shqiptarve për nëjë mundësit mirë jashtë vetit e tjera. Pra, pavarësisht që kam perceptimet ndryshme, pavarësisht bindjeve të tyre politike ose narrativat me cilat ata ushqehen, të dy komunitetet ushqehen prej liderëve politik, është tregu, unë e kom vrejtë që është tregu një farë gatishmërie me ullë bashkë edhe me u bo bashkë kur interesat janë të përbashkëta. Pra, ashta veç me lidhë që për mu personalisht që akum vrejtë është që ka shumë potencial na me punu me grassroots, pra na me punu në nivelin me komunitete edhe qoftë në formë takimesh, qoftë në formë dialogjesh, edhe me ndërtu një bashkëpunim që ne po kërkojmë me pas. Ama është edhe një diçka tjetër që duhet me pas parasysh falë flancë, po ta zëm ndryshe është me punu me komunitetin serb ose një komunitet të caktuar, ta zëm nuk e di, në Prizren ose në Viti ose në një pjesë tjetër të Kosovës, ndryshe me komunitetin serb në pjesën veriore të vendit. Pra, ata përkundër dëshirës e tyre janë të pengum nga faktorë tjera, apo jo? Gjë që është evidente. Natyrisht që janë, nuk isha me thonë, se nuk di sa e mone me thonë, sa mundë me thonë që në pengume, po natyrisht janë shumë të influencuar prej narrativave që i marrin, për shembull prej liderëve tyre politikë qoftë prej Serbisë, qoftë prej atyre çka ju servohet në për media sociale, në për diskutime tjera publike, tash mos harrojmë se na jetojmë në një vend, ata jetojnë në një qytet edhe janë shoqëni komplet të ndara. Pra na nuk bashkëpunojmë në asnjë mënyrë, do me thonë trit serb ose trit shqiptare, gratë serbes, gratë shqiptare, burat shqiptare, burat serb, jetojnë me një vend që i ndonë një urë, por realisht nuk kanë asnjë lloj bashkëpunimi, asnjë lloj komunikimi. Pra, është perceptimi. Tash po ju tregoj për një shembull gjatë takimeve kur ne kena marrën dialogjet. Shembull, kur diskutu me liderë, se në këto dialogjet, nashta veç vlerë përmend që i kemi përzgjedhë komunitete, për shembull, kena punu me këshillat e fshatrave, kemi ftu liderë të fshatrave, mësimdhënës, biznesmen, aktorë të ndryshëm që kanë edhe influencë shoqëri, por edhe që kanë komunitet, ku pastaj ata i përcjellin ato që i marrim nga diskutimet ku ne i kemi bën. Për shembull, kur e kemi diskutuar në hapjen e urës së hibrit. Tash perceptimet kanë qenë ndryshme, pra dy komunitete që jetojnë në një vend, shqiptarët e kanë pasur normalizim të marrëdhënieve, edhe si liri i lëvizjes, ndërsa serbët e kanë pasur pasiguri edhe rrezik për ta. Do të thonë, pavarësisht pse jetohet me një vend edhe me një qytet, perceptimet janë krejt ndryshme për arsye se ju servohen narrativa të cilat, si me thonë, e pengojnë. A ju besojnë ata realisht apo janë të detyruar me ju besu këtyre narrativave, se ndryshe është me punu në bazë të një agjende që ta cakton? Apo thoni që ju besojnë? Në mendoj që është shumica prej tyre. Po mendoj mos janë të detyruar me i besu, me vepru me nuk e di, direktiva ose me kokën e dikujt tjetër. Në momentin që i beson të narrativës që për shembull të servohet, edhe beson çat narrativës. E shfaqim, nuk e di, a i beson. Ju po thoni që, jo, po me unë mendoj që kryesisht ju besojnë. Edhe ajo
si me thonë, shtymja ose narrativa të në kohën për mos me i besu institucioneve kosovare, me një farë forme, që qytetari kur si beson institucioneve, atëherë ajo natyrisht që është një farë lloj deficiti legitimitetit, dhe me thonë nuk i sheh institucionet legjitime dhe ju beson institucionet të cilat i sheh legjitime, ata për momentin e për disa vite është tregu që ata i shohin, për shembull institucionet e Serbisë, ma legjitime se ato të Kosovës, pra për këtë arsye na duhet me punu me ta në nivelin grassroots, pra na duhet me punu me komunitete. Pra kjo besim dhe kjo narrativ që ju po e përmendit mund të ndryshohej në të ardhmen, sikur të kishte një funksionim, apo se është si zinxhir funksionimi mes institucioneve, shoqërisë civile, por në përgjithësi edhe të rinjët, cilët kishin pas mundësi me luajtur një rol të jashtëzakonshëm në këtë rast. Po unë mendoj sikur të kish pas. Dëgja, ndoshta ai pajtimi edhe bashkëpunimi afatgjatë, nuk është që vjen gjithmonë marrëveshje politike, unë s'po them që s'duhet me ekzistuar, natyrisht që marrëveshjet politike janë shumë të rëndësishme dhe dialogu politik. Gjithsesi në asnjë alternativë nuk do të më zëvendësu për shembull me dialogun lokal. Mirë po besimi i qytetarëve ndaj institucioneve unë mendoj që fillon në komunitet. Pra, lidhja pak më e mirë dhe pak më e ngushtë qoftë mes komuniteteve, pastaj kur fillojnë bashkëpunimet, kur fillojnë lidhjet, kur fillojnë takimet, kur për shembull ndryshojnë perceptimet për njëri tjetrin mas pari, për shembull ka pas rast që trit kanë thonë jo qenë keni mërë të mirë, pas një kulturë të mirë, muzikë të mirë, se na nuk kemi ditë, po, na nuk kemi ditë, do me thonë, qka i bjen kjo, që ata kanë dëgju, kjo që më këthy prapë të narrativa, që ata kanë dëgju për shembull storje, ose narrativa për prindve, ose ajo që ka ju servohet në shkollë, pasi na e dina që na funksionojmë si shoqëni të ndome, totalisht. Shoqëni ndome, jo veç aty, por edhe në arsim, do me thonë, na mësojmë me librat ndryshme, kemi sisteme, me thonë, paralele, nuk dhjam moj me thonë paralele, po sisteme komplet të ndara, me njën tjetën. Pra, fëmijët e tonë mësojnë një histori ndryshe, fëmijët e tyre një histori ndryshe e tjera. Pa për më këty të pyetja ju është që unë besoj shumë që puna me komunitete, në hapësirën është nga njerë neutrale, ndëgjimi i zërit, në aspektin që komunitetet edhe shqiptarë dhe sërbet do të me tregu ata që ka mendojnë, pra ata do të me tregu se cilë rrëfimet e veta, edhe me tregu storjet e veta, se qysh besojnë, puna me ta, takimet sa ma shpeshta, bashkëpunime sa, ju vetëm neve shoqëni civile me ta, ose lider të fshatrat me njerëz. Mirë po edhe institucionet duhet me ofru, mendoj që shansat ose mundësit për një bashkëpunim për përmirësim të bashkëjetesës edhe bashkëpunimit të ardhmë mund me qenë shumë A janë të gatshëm ata në bazë, nuk e di nëse keni pas pjesë të diskutimit, me njoftë, si më thonë, edhe me përshafu që të realitet të rinë në Kosovë? Nuk janë gatshëm, jo, nuk janë ende të gatshëm, për menaj që duhet me punu me ta. Pengesa e parë? Po, pengesa e parë. Nuk janë ende të gatshëm, po tash mos harro se ata që sa vite ushqehen me format të ndryshme, për mos me u integru në institucionet Kosovës, ose për mos me bashkëpunu, ose për mos me bashkëjetu. A du të bëjë shtetit diçka ma shumë me atraktu ata? Nuk i ti për shumë me... Unë mendoj që shtetit do të prek ato sfidat ekonomike, ato sfidat e përbashkëta që unë i përmena këtë në fillim. Shteti, unë mendoj, kjo është mendimi jam personal, që duhet mi ofru mundësi ekonomike pak ma shumë. Unë para 2-3 ditë që po ata me një kolegun tem sërb një diskutim këgja kështu detajës pse ata se unë kështu përhajgare, thash, aj duhet me se fitum kër fitoj Kosova. Ishim jashtë shtetit me një udhtim tjetër. Edhe e fillon pastaj një farë... A i sërbi Kosovës? Më dhona dytë Kosovare, unë i thash urime, thash se e fitum lojën, dytë. Edhe dësha me në dita debatin që ne jemi Kosovarë, në fundit jemi Kosovarë. Po, pastaj patëm një farë debati, pse ata duhet më integru dhe pse duhet më identifiku si Kosovarë. Unë është me thonë jam sërbë Kosovarë, si kur në gjithëm janë shqiptare Kosovare. Edhe një dëshmi, ose një diskutim që mu do pak si model biznesi. Letë më garantojnë në Kosovat që unë e kom një vend punës mirë, në ekspertizën në fushën time, edhe e nëzjeri një kartel të sigurimit shëndetësor të Serbisë, edhe nëse Kosova më dëndi shka në gjajsh me ta, unë sigurisht që unë edhe fshatja jem prej nga vi, a i më duket vike nga Zubin Potok, unë dhe pas fshatarë, me
sigurisht që kemi me u integru ose kemi me u mundu me qenë pjesë e shtetit Kosovës. Pra, unë mendoj që një farë Se njeriu për një perspektivë më të mirë, po e lën vendin e vet e po shkon diku tjetër. Pra nëse jetin në fshatin tonë dhe kishat perspektivë, logjikshëm është kjo që ti është i vendosur. Që ka ofru. Po. Ki vendin e punë, nëse keni me kësi cilësi besane, keni arsim cilësor, tash realisht ky problem nuk po është vetëm te komuniteti serb, po është tek ne, edhe tek ne çdo të vetë po shihen statistikat. Në bazë të punës tuaj të përditshme, besoj që ju keni hulumtu me pa edhe modela apo raste të ngjashme ndërkombëtare që i përshtaten kontekstit tonë lokal. Qysh i kanë zgjidhur ata këto çështje? Dëgjoj, në vetë sa më kthyer për Irlandës Veriore, tani javën e kaluar kam kaluar atje pikërisht me një farë vizite që cilën e ka përkrah ambasada britanike. Pikërisht me një farë vizite që na dha shembull me pa realisht qysh shoqënit atje që jetojnë në histori të kontestume, bashkë jetojnë dhe bashkë ekzistojnë. Edhe konkludimi jem për këtë asoj përvojë ke që ata vazhdojnë me qenë shoqëni shumë të ndara. Para mendoni kanë qytetet e ndara me mure, mirë po bashkë jetojnë, bashkë punojnë, edhe bashkë ekzistojnë. Unë këtu për shembull e kam pa, çka mua më ka bërë përshtypje që kishim mujt me marrë si model këto, ata i kanë çto qendrat si me thonë neutrale, ku të dy komunitetet protestante katolike vinë me një vend edhe rrëfehen, tregojnë historitë e tyre. Ata asnjëri nuk ja kontestojnë historitë e veta, mirë po ata e kanë besimin në historitë e veta, se çka ka ndodhur. Edhe njësoj ta tregojnë versionin e vet, të cilë do komunitet që shkon. Mirë po, që kam ka pëlqyer ato që mendoj që mundet me qenë edhe në Kosovë një rast që ata e trajtojnë të kalumen. Pra, pavarësisht që kam pas konflikte të shumta dhe tensione të shumta, anglisht thuhet dealing with the past. Me u ballafaqur me të kalumen, a? Më ballafaqur me të kalumen. Kam për shembull qendra trauma që quhen trauma centers, edhe i bim bashkë komunitetet, flasin për të kalumen, flasin për të ardhmen, flasin për aktivitetet përbashkëta. Edhe unë mendoj që kjo diçka kish mujt me u zbatu dhe në Kosovë. Mirë, po kjo u mund të shumë me shoqërinë civile, pra ata kanë shoqërinë civile shumë të fortë. Për dallim prej neve, për shembull në Kosovë, shoqëria civile nuk është që përkrahet shumë nga institucionet. Institucionet ato i përkrashin shumë shoqërinë civile. Do të thonë asnjë prej organizatave shoqërinë civile nuk u varke prej fondeve ndërkombëtare. Që është e kundërta me neve. Edhe kur ma të zbetë se kemi pasur shoqërinë civile, pikërisht për shkak të zbejës së fondeve ndërkombëtare. Këtë vetë, më me thonë që një vetë e gjysmë shoqërinë civile janë të ballafaqshme në krizat mëdha. Krizat mëdha financiare. Mirë, Diana, me që sigurisht e keni edhe një obligim, ju duhet me u liru tash, po edhe për fund qysh ka me vazhdu projekti, pra është konferenca, se në fakt janë projekte shumë të mira këto, po nëse nuk ka jetë gjatësi, nëse nuk ka vazhdimsi dhe shtrimi sa më të madhe, mandej thjesht ndodh diçka harrohet edhe kthehemi te pika zero. Fatkeqësisht, ka ndodhur me shumë projekte të mira. Mendoj që ka pas shumë iniciativa dhe projekte të mira në të kaluar në Kosovë. Ne po shpresojmë bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, kemi punuar tash në objektiva strategjike, edhe po shpresojmë që projekti me vazhdu prapë në të ardhmen. Pra këto janë me shenjat e para që kemi edhe prej donatorit, edhe prej Ministria gjithsesi e Punëve të Brendshme është okej ose gati për me vazhdu. Mirë po, që thatë, kjo ka me vazhdu, sigurisht që ka me varë shumë prej fondeve që kanë marrë prej donatorve, se edhe vetë gjisërv, fondet të cilat na financon neve, i akumulojmë prej donatorve të ndryshme si Bashkimi Evropian, Norvegjez, Holandes e tjera atje. Qysh, unë mendoj që institucionet kish me qenë më e mira institucionet për me vazhdu këtë qëndrueshmëri, me qenë ato që përkrajnë shoqërinë civile, sidomos organizatat grassroots në për këto vende, me fonde të cilat e lejojnë pastaj me vazhdu këto aktivitete. Mendoj që fokusi do duhet të ishte ndoshta më shumë te rinia, sepse të rinjët besoj se mund ndërtojnë një shoqëri më të bashkuar. Përmendja Agroni që jo vetëm tek këtë rast tek komuniteti serb, po ne kemi diskutuar shpeshherë edhe për familje shqiptare të cilat e kanë shumë të vështirë integrimin nëpër vendet ku lëvizin, kështu që besoj që të rinjët kishin mujt me dhënë më shumë
për një shoqërima të bashkuar Kjo është arsyeja në të ardhmen. arsyeja pse na për shembull kemi punu kaq shumë me trivesh, nështë më përmend që na kemi punu në këtë projekt me mbi 2000 të ri që të cilët kanë marrë pjesë në trajnimet tona. Pra trajnimet tona kanë qenë trajnimet të ndërmarrësisë, trajnime në media, edukim medial, shkatësi digjitale, orientim karrierë, dialogu interkulturor e tjera. Pra pse kena bërë në këta, se na kena dashur mi për bashkërinin me një vend, përveç mi javë zhvillu shkatësit, po dhe mësë milion jashtë për shembull për me u bo viktima ose preje e ndonjë grupi të caktuar ose me besu e me ndëgju narrativat e cilat nuk mendojmë që ju bjen në ndonjë të ardhme vitin prurse. Absolutisht. Mirë, shumë faleminderit zonjer, ju shkoft mirë e mbar konferencë aktiviteti kryesor që keni. Faleminderit. Faleminderit Diana.